Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, pas vizitës në Këshillin e Evropës në Strasburg, mbajti një konferencë për shtyp. Berisha tha se ishte zëri shqiptarëve në këtë forum ndërkombëtar, duke denoncuar situatën në Shqipëri si një narkoshtet dhe narkodiktaturë. Zoti Berisha në deklaratën e sotme theksoi anulimin e një darke zyrtare që ishte planifikuar për kryeministrin Edi Rama në Këshillin e Evropës, duke e quajtur një turp të madh dhe një skandal ndërkombëtar. Në këto takime bëra historiku me shkurtër të kanabizimit të Shqipërisë, me të cilin u hodhën themelët e narkoshtetit. Hapja e Shqipërisë ndaj kokainës dhe shtrimin e saj në një hub kryesor. Shkrirjen në një sipërmarrje të përbashkët të shtetit me drogën dhe me krimin. Shkrirje në sipërmarrje të përbashkët. Vendimarrjen në të gjitha nivelet të krimit të organizuar në Shqipëri. Mendoj se ky ishte një takim shumë i çmuar, shumë i dobishëm me komitetet e torturës. Së fundi, gjatë darkës që ushtrua, grupi parlamentar i EPP-s na ftoi dhe ne ishim të nderuar të darkonim me presidentin e Asamblesë Parlamentare për kryetarët e delegacionet dhe delegacionet e Italisë, Greqisë, Suedisë për takimet që na rezervuan. Unë mund të them se me këto takime u shkrin të gjitha mashtrimet, dizinformimet që Edi Rama me veglat e tij ka bërë në atë institucion dhe u bë më qartë se ç'përfaqëson ky person të cilit për herë të parë në historinë dhjetra vjeçare ky institucion i anullon darkën zyrtare.